Përshëndetje të gjithëve, mua do më falni që më duhet ta bëj prezantimin i ulur, do doja shumë të isha unë aty në podium për arsye teknike, për të qenë afër me monitorin duhet ta bëj i ulur. Në radhë parë para se të nis dua të them që në radhë parë falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Nga ajo lista e gjatë e cila u përmend kontribuesit në këtë program politik, janë edhe shumë të tjerë më besoni të cilët kanë dhënë kontributin e tyre, por që për shkak se, siç e dim, gjithë ndodhemi në Shqipëri, nuk do të doni që emri i tyre të shfaqen në këtë listë, por besoni, janë të shumtë ata, kolegë të mit dhe njerëz të profesioneve të ndryshme që kanë dhënë kontributin e tyre. Gjëja e fundit është që para se të nis keni parasysh që më duhet të përmbledh shtetin zhvillimor në 15 minuta. Ky është afati që më kanë dhënë, kështu që nëse duket sikur po ecim çik shpejt, vërtet po eci shpejt. A dhe çfarë është shteti zhvillimor për ne? Praktikisht është një shtet i cili merr përgjegjësinë mbi vete për të orientuar ekonominë e vendit drejt, le të themi, subjekteve produktive, me synim eksportin e tyre, ndërhyn në ekonomi për të luftuar monopolet dhe oligopolet dhe është një shtet i përgjegjshëm i cili jep llogari përpara qytetarëve. Tani, po t'i marrim me radhë industria. Atë problemet me industrinë janë të shumta. Në vitin 2024 ka qenë një vit, le të themi, i një rekordi historik negativ në vendin tonë, pikërisht sepse eksportet ranë me 14%, si asnjëherë tjetër në historinë e Shqipërisë, dhe deficit tregtar arriti rreth 470 miliard lekë. Ajo që propozojmë ne, ose të flasim mirë për problematikat që hasin në të gjithë sektorët industrial, lidhen në radhë parë me monopolet dhe zhvatjen e pasurisë në tokës, me mungesën e subvencioneve nga shteti shqiptar, me rënjen e valutës së euros në raport me lekun, kjo sigurisht për bizneset që eksportojnë jashtë vendit tonë, dhe sigurisht me mungesën e forcës punëtore për shkak të emigrimit. Ndërhyrja e shtetit që ne propozojmë nuk është thjesht në fjalë, por ne propozojmë një risi, në fakt, nëpërmjet dy institucioneve shtetërore, që është Fondi Sovran dhe Banka Zhvillimore. Fondi Sovran si një institucion shtetëror i cili do marrë në bashkëpronësi asetet strategjike të vendit tonë dhe do t'i menaxhojë dhe do t'i mirë menaxhojë ato, dhe Banka Zhvillimore si një institucion kreditues i drejt për drejt nga shteti për subvencionimin e sektorit industrial. Shkojmë me radhë të industrisë. Industria e naftës, disa prej problemeve kryesore. Në radhë parë kemi vendburimin më të madh të patos marinzës të naftës në Evropën kontinentale. Dhe aktualisht 90% e naftës i prodhohet në Shqipëri, prodhohet nga një kompani private, si Banki i Petrolit, dhe vetëm 10% nga një kompani shtetërore si Alpetrol. Jo vetëm kaq, po në afro 20 vjet që operon banki në Shqipëri nuk ka paguar asnjëherë tatim mbi fitimin, që i bie me qenë 50% e fitimit për shkak se si thua deklaron gjithmonë zero fitim. Me shembjen e rafinerisë së naftës në Ballsh nga ana tjetër, e gjithë nafta që nxirret nga në toka shqiptare hidhet në treg e papërpunuar. Edhe pse çmimi, le të themi, i në produkteve të naftës është një vlerë jashtëzakonisht shumë e madhe e shtuar në ekonominë shqiptare. E fundit është fakti që komunitetet të cilat nxirren këto, le të themi, pasuritë në tokës, që nga Ballshi, Patosi, Bulqiza, Fusharza e kështu me radhë, janë ndër komunitetet më të varfra në Shqipëri dhe më të dëmtuara edhe nga pikpamja ambientale për shkak të këtij aktiviteti. Që vetëm 5% të ardhurave që nxirren nga renta shkojnë në pushtetin lokal. Ajo që propozojmë ne fare shkurtimisht, radhë parë është rinegocimi i kontratës. Në radhë parë, kontrata me Bankersin ska do në 2029. Kështu që varet se kush do jetë në pozita për ta rinegociuar këtë kontratë. Po sigurisht ishim ne në ato pozita, ne do duhet që të vendosnin kushtin që sipas modelit norvegjez të menaxhimit të naftës, gjithnjë më tepër shteti duhet të marrë përgjegjësitë mbi vete për menaxhimin e një pasurie kombëtare. Nga ana tjetër, duhet detyrimisht të rritet roli i kompanisë shtetërore të Alpetrol, edhe sepse me fuqizimin e saj dhe hyrjen e saj në treg rritet konkurrueshmëria edhe me subjektet private, nuk është thjesht monopol. Duhet
me SESB-n ringritja e rafinerisë së naftës. Jemi konsultuar me ekspertët dhe na kanë thënë që nevojiten rreth $300 milion për të ngritur një rafineri cilësore me kapacitete të mjaftueshme për naftën tonë, që sigurisht do të financohen nga banka zhvillimore dhe nga fondi sovran që përmenda më parë. Menaxhimi i të ardhurave, jo vetëm i aseteve, por edhe i të ardhurave nga fondi sovran sipas modelit norvegjez, në kuptimin që ato të ardhura që vinë nga nafta mos shkojnë të gjitha te buxheti i shtetit, por ama të investohen edhe për brezat që do vinë më pas. Është modeli, le të themi, norvegjez, është modeli edhe arab i fondit sovran. Dhe ajo që thash, rritja e të ardhurave që shkojnë në pushtetin lokal nga 5 në 15%. Sektori minerar. Atëherë, ajo që ndodh me industrinë minerale është praktikisht monopoli i vendburimeve. Sot është një kompani turke e cila ka burimin kryesor të kromit dhe 4 nga 6 furat e prodhimit të ferrokromit dhe janë 2 kompani tjera turke dhe ato të cilat menaxhojnë bakrin. Dhe problemi nuk është thjesht që kanë lejet e shfrytëzimit, por nuk i shfrytëzojnë fare këto leje. Thjesht i kanë marrë dhe nuk lejon kompani të tjera të hyjnë në treg, nuk i shfrytëzojnë. Keq shfrytëzimi i vendburimeve nuk kupton që pavarësisht se ka një kontratë, le të themi, me shtetin, keq shfrytëzohet në termin, le të themi, në zhargonin profesional thuhet e vdes minierën, sepse ajo që ndodh është që merret gjithë koncentrati me përqindje të lartë të mineralit dhe lihet i pashfrytëzuar pjesa tjetër e koncentratit. Mungojnë ndërsisht investimet në kërkim zbulim. Kjo është një ndër, le të themi, kryefjalët e çdo eksperti me cilin jemi konsultuar. Nuk ka kërkim zbulim për të kuptuar se ç'pasurim mban në tokën shqiptare. Shfrytëzohen vetëm në bazë të kërkim zbulimeve që janë bërë në kohën e socializmit. Nuk përpunohet. Vetëm 8-30% në sasisë kromit të prodhuar dhe këtu dersi ferrokrom, ndërkohë që e mbani mend besoj që Bakri dikur kishin fabrikën e telave në Shkodër. Sot vetëm si koncentrat, as përpunohet, as rafinohet Bakri, as shkrihet, le më pastaj të kemi një industri të mirëfillt të Bakrit. Çfarë propozojmë ne? E parë punë detyrimisht rishikimi i licencave që janë për lidhje shfrytëzimit, rritja e aktivitetit kërkimit zbulimit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me plot institucione të tjera shtetërore, Fakultetin e Gjeologjisë Miniere dhe plot institucione të tjera kërkimore, hartimi i strategjie edhe për të tërhequr investitorët privat dhe të huaj, me një sër lehtësira për furnizimin me energji elektrike me çmime preferenciale. Heqja e procedurave burokratike që sot e bëjnë shumë të vështirë hyrjen treg të aktorëve të rinj. Shtimi i kozgjatjes i leve të kërkimit zbulimit nga 30-60 e kështu me radhë. Ngritja i kombinati metalurgjik, përsëri ekspertët thonë që është e mundur. Nevojiten rreth $400 milion, po është e realizueshme me ato burime Bakri që kemi. Dhe unë kam shumë për zemër, jam i sigurt do ta përmendi dhe Bora Mtej statusin e minatorit, sepse është diçka për cilën edhe ne jemi përpjekur, por sigurisht nuk kemi të pranishëm edhe vetë minatorët që thuajse me çdo javë janë duke protestuar për ta fituar këtë të drejtë. Industria tekstile dhe këpucëve, që është e rëndësishme për shkak të faktit se 30% e eksporteve të vendit vijnë nga industria tekstile, pra fasonet të vendit. Problemet, siç i përmenda, lidhen me rënien e euros, me mungesën e subvencioneve, me mungesën e marrëveshjeve bilaterale për lëndët e para që i rrit kostot e prodhimit dhe me kushtet e punës së vështira. Për më tepër, le të themi edhe 60.000 punëtorë janë punësuar në fabrikat fason dhe vetëm 2024 punësimi pësoi një rënje me 20%, që është një shifër shumë e rëndësishme. Shteti shqiptar lëshoi një fond për të drejtën për 4 miliard lekësh me interesa të ulta, i cili një përqindje shumë e vogël e saj shkoi tek vetë prodhuesit për shkak të vonesave me bankat private me radhë. Prandaj ne propozojmë bankën zhvillimore. Propozimet tona: ndërhyrja për uljen e valutës euros, subvencione për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që ato të shkojnë në cikël të plot prodhimi, mbështetja bizneseve të mëdha që të automatizojnë dhe ta diversifikojnë produktin e tyre dhe sigurisht qëllimi final është produkte made in Albania, të cilat dalin në tregjet evropiane. Më lejoni të kaloj te bujqësia nga industria. Atëherë, karakteristika e Shqipërisë është që Shqipëria ka numër më të lartë të punësuarve në sektorin e bujqësisë në gjithë rajonet. Dhe 32% e punëtorëve shqiptar punojnë në bujqësi. Problematika që lidhen me bujqësinë, që paga shumë edhe besoj se i njihni. 1. Pronësia mbi tokë. Vetëm 40%
e parcelave të tokës janë regjistruar dhe 15% prej tyre kanë NIP. Ligji famkeq 7501 që ka fragmentarizuar tokën bujqësore në ngastra të vogla për vetë konsum, 85% të tyre. Ç'ndodh me pikat e grumbullimit? Është një rast unik, ndoshta që prodhuesit, bujqit e themi, prodhuesit, produktet e tyre e çojnë te pikat e grumbullimit dhe lënë aty pa një çmim fiks. Janë grumbulluesit pastaj të cilët e marrin e shesin në treg dhe në varësi të çmimit me cilin grumbulluesit e shesin, vinë dhe u japin lekët bujqve. Është besoj rast unik që në një ekonomi tregu çmimi nuk e vendos shitsi, por e vendos blerësi. Dhe sigurisht abuzohet me çmime. Dhe ajo që ndodh shpesh është që produktet e fermerëve përfundojnë në kanal. Kemi fermerë të cilët nxjerrin produktet dhe nuk u marrin grumbullues, sepse nuk ka treg për t'i shitur. Dhe shteti shqiptar rri duar kryq. Ndërkohë që në praktikat evropiane, bashkimit evropian, shteti ndërhyn. Cilat janë propozimet tona? E para e punës detyrimisht një proces formalizimi i pronësisë mbi tokën. E vetmja mënyrë për të marrë me problemin e fragmentarizimit të tokës janë formimi i shoqërive të bashkëpunimit bujqësor. SBB-t në fund ditës nuk janë shpikje jona, ekzistojnë në Shqipëri rreth 100 të tilla, madje në Bashkimin Evropian SBB-t përfaqësojnë mbi 50% të ofertës për inpute bujqësore dhe mbi 60% të ofertës së grumbullimit, përpunimit dhe marketimit të produkteve bujqësore. Vetëm kur fermerët e kuptojnë që të vetëm nuk mund të çajnë në treg dhe e vetmja mënyrë për ta është që të bashkohen me interesa të përbashkëta me të ngjashmit e tyre për të formuar SBB-tra, kjo krijon një avantazh cilësor. Shteti duhet dalë garant për produktet bujqësore, nuk mund të lejojmë që të hidhen në kanale. Shteti duhet të ndërhyjë dhe këto produkte bujqësore t'i çojë në shkolla, në kopshte, në njerëz në nevojë, duhet t'i shes me çmime të lira. Ne besoj do flas dhe Jani propozojmë për arsimin skemën nga ferma në shkollë. Pra, lidhjen e bujkut me le themi institucionet arsimore në mënyrë që edhe në shkolla të ofrohen le themi produkte bio dhe me çmime të përballueshme për fëmijët që do ushqejnë në shkollë. Është interesante që Shqipëria, nëse vini re tek shtylla e dytë, ka kontributin më të lartë pas Serbisë në ekonominë shqiptare. Po da vini re, ama merr vetëm 1.9% të buxhetit. Dhe jo vetëm merr 1.9% të buxhetit, po 55% e këtij buxheti shkon për administratën shtetërore. Për zyra, koltuqe, kondicioner në Ministrinë e Bujqësisë. Dhe vetëm 45% shkojnë direkt subvencionime për bujku. A që propozojmë ne është buxheti të shkojë në mesataren e rajonit, pra rreth 5%, dhe që detyrimisht 80% të shkojë për subvencionet e bujkut. Tjetër propozime për ta mbyllur me bujqësinë është mekanizimi i bujqësisë, është inovimi i infrastrukturës vadice dhe kulluese, është institutet e kërkimit në fushën e bujqësisë dhe sigurimi, le themi katastrofat natyrore. Ndërtimi dhe infrastruktura. Atëre, pesha e ndërtimit, le themi në vendin tonë, në prodhimin e brendshëm brute shkon diku te 10% dhe sektori imobiliar diku te 6%. Pra në total rreth 16% të prodhimit të brendshëm brute, do të thotë një vlerë e konsiderueshme. Të gjithë jemi të dëgjeshëm që shtimi i ndërtimit në vitet e fundit ka pasur, le themi, një shpërthim. Po të vëmë re për shembull raportin ndër vitet me ngjyrë të kuqe janë ndërtesat që janë ndërtuar nga 2017 deri në 2023, me ngjyrë kafe është infrastruktura. Pra sa lekë janë investuar në infrastrukturë. Shihni që raporti është i frikshëm pra. Cilat janë disa prej problematikave kryesore që jemi dhe të gjejmë mbi popullimin, në radhë parë. Këtu kemi njësitë administrative të ndryshme nga 1/11 e Tiranës. Dhe aty në krah, gjeta kush është qyteti me densiteti më të madh të popullsisë në Indi, është Kalkuta, me rreth 3000 banor për kilometër katror. 3000 banor, në 110 kemi 3500. 30.000 banor, këtu kemi 35.000. 35.000 banor në 110. Kemi 30.800 në 104. Pra mbi popullimin këtu është jashtë çdo logjike. Prandaj ne do flasim për shtërimin, kemi propozuar pikërisht pra edhe një moratorium.
Infrastruktura e pamjaftueshme rrugore. Shqipëria është në vend të fundit për metër rrugë për kilometër katror. BE-ja shise sa larg ndodhet. Sistemi i furnizimit me ujë dhe i kanalizimeve. Sipas usjellës kanalizimeve 2022 vetëm 4 qytete në Shqipëri furnizojnë 24 orë me ujë dhe infrastruktura është ajo para viteve 90. Nga ana tjetër, nuk ka sisteme të themi kanalizimesh dhe pastrurit të ujrave të zeza që kanë ndikon drejt për drejt pra në shëndetin e banorëve. Problematika të tjera: hyrja në treg dhe qarkullimi i parave të pista, monopolizimi i tregut në pak ndërtues, abuzimet me fondet publike, jo apsa shifra. Sipas raportit të kontrollit lartë shtetit, 20% e fondeve publike të investuara në ndërtim vidhen ose keq përdorohen. Mangësit nuk kemi manualet të projektimit dhe të çmimeve të ndërtimit. Punojnë akoma me manualet e vitit 74. Duhet hynë me domosdo eurokodet në projektim. Ligji i investimeve strategjike. Janë dhënë aktualisht 60 lekë për investime strategjike, kryesisht në sektorin e turizmit, rreth 580 hektar tokë, kryesisht komplekse vilash, që i shërbejnë vetëm atyre që kanë marrë leje dhe askujt tjetër që nuk mund të afrohet aty. Dhe sigurisht kushtet e punës në ndërtim, që është sektori me vdekshmëri më të lartë në Shqipëri. Atëherë çfarë propozojmë ne? Lufta ndaj qarkullimit të parave të pista, kontrolli i subjekteve sa i përket ligjshmërisë së vënies pasurisë dhe konfiskimi në rast palishmërie. Ndalimi i marrëdhënieve të klearingut është domosdoshmëri për le të themi formalizimin e sektorit. Eliminimi i monopoleve detyrimisht, lufta ndaj abuzimit në fondet publike, vetim i të gjitha projekteve, përditësimi i manualeve, qasje publike, ndaj çmimit të ndërtimit dhe standardizimit tyre, rritja e investimeve në infrastrukturë, kontrata dhe koncesionet me PPP, ndalimi i dhënies projekteve me PPP, kontrollin e dokumentacionit për ato PPP të cilat janë dhënë tashmë. Ligji i investimeve strategjike do të abrogohet, të paktën në sektorin e ndërtimit. Nuk kemi nevojë për ndërtime strategjike. Sektori strategjik sipas shtetit zhvillimor janë të tjerë, me të tjera prioritete, është ekonomia prodhuese. Rishikimin e procedurat për investorin strategjik. Kalojmë shkurtimisht te turizmi. Po e përmbledh thjesht me këtë foto. Keni parasysh kjo është plazhi i Durrësit dikur dhe plazhi i Durrësit sot. Ne nuk jemi kundër turizmit, absolutisht që jo. Por në qasjen tonë, ajo që i ka ndodhur plazhit të Durrësit është në dëm, jo vetëm të bukurive dhe pasurive natyrore, por dhe të vetë sektorit të turizmit. Ky masivitet i madh nuk prodhon vlerën që do mund të prodhonin plazhe siç ka qenë dikur, le të themi, plazhi i Durrësit, siç janë sot plazhet e Tajlandës me mbledh e tash. Kështu që ndër problematika kryesore është që strategjia ka qenë ajo e turizmit masiv në kurriz të, le të themi, ambientit. Të gjithë jemi të gjeshëm për zaptimin që ka ndodhur në plazhet publike, pavarësisht se ka një legjislacion në fuqi sa i përket shezloneve, që thotë çdo kilometër vibre hektare, pra në çdo kilometër 300 metra duhet të jenë plazhe publike, duhet të lihet një hapësirë 2.5 metra përpara rreshtit të parë të çadrave, çdo çadër duhet të jetë 3 metra në distancë. Gjitha këto gjëra sigurisht që nuk zbatohen. Sezonet turistike të shkurtra, vetëm 3 mujore, dhe fakti që turizmi nuk merr me vetë rritja në turizëm, nuk sjell si thua rritjen e bujqësisë, e industrisë, sjell rënien e eksporteve dhe rritjen e importeve. E kundërta duhet të ndodhë. Këta turistë që vinë duhet të ushqehen, duhet të ndikojnë në ekonominë. Informaliteti sigurisht është e lartë, dhe kush ka pasur fatin e keq të punojnë në industrinë e turizmit, që punojnë nga 16 orë në ditë për 70 javës, në atë sezonin turistik. Ne propozojmë zgjerimin e hapësirave të plazheve publike, ndryshimin e ligjit për rritjen e profesionalizmit, ngritjen e një observatori për të mbikëqyrur zbatimin e politikave, dhe themi mbështetjen e grupeve të caktuara si studentët në qasjen në turizm. E fundit, për ta mbyllur se shkel akon, është modeli i taksimit. Dhe problematika kryesore e Shqipërisë është fakti që është në vendin e fundit sa i takon mbledhjes së të ardhurave. Për shkak të evazionit fiskal, informalitetit, në punë dhe në paga,
Shumë shqipi Shqipëria është në vend të fundit si të ardhura si përqindje e prodhimit të brendshëm bruto. Nga ana tjetër, nëse vërejmë këto të ardhurat se nga çfarë përbëjnë, shohim që TVSH-ja zë rreth 30%. Ndërkohë që mesatarja e vendeve të OECD-s është 20%. Pastaj janë sigurimet me 19%. Sa i përket të ardhurave personale, taksat janë vetëm 9%. Mesatarja e vendeve të OECD-s është 23.6%. Disa prej vendeve si Serbia, Maqedonia, Kroacia, Slovenia shifin pra se sa kanë taksën mbi të ardhurat. Pas konsultimit me ekspertë të fushës, është konstatuar fakti që është një nivel i ulët dhe pamjaftueshëm i të ardhurave që grumbullojnë për shpenzime publike dhe kjo është një strukturë e deformuar e grumbullimit të taksave. Ai çfarë propozojmë ne? Ose kush është objektivi ynë për të realizuar gjithë këto gjëra që shpalosim sot këtu? Është rritja e të ardhurave në buxhet nga 28 që është sot në 33% dhe me një rritje të ekonomisë me 3% në vit që është rritje konservatore, kjo nuk kupton 55 miliardë në vit dhe në fund të 4 viteve në total 220 miliardë lekë. Si realizohet kjo? Kjo është skema që propozojmë ne. Lufta e evazionit fiskal sigurisht që nuk diskutohet. Këta që përjashtohen me hotele me 5 yje, 6 yje nga taksat sigurisht jo më. Do rimbursojnë TVSH-n për shtresat e nevojë dhe për pensionistët me pensione të ulta. Është pa drejtë që vazhdojnë karguajnë 20%, 30%. Kjo është skema i propozojmë ne. Tani, po ta vjen ne propozojmë le të themi 4 fasha të ndryshme ose edhe 5 fasha të ndryshme po doni të tatimet që ndryshon rrënjësisht nga skema aktuale dhe ne pretendojmë se ky është realisht një tatim progresiv. Për ta bërë më të qartë, po kaloj te slajdi i radhës, ku është një tabelë. Dhe një po ngrihem për ta ilustruar. Nëse vini realisht që ndodh, është që po flas me të vjetrat, që mos ngatrojnë. Për paga deri në 1 milion lekë, do të ketë një ulje të ndjeshme të tatimit 56 deri në 70 s'ka nevojë. Jo s'ka. Dëgjoj. 56 deri në 78%. Pra ka një ulje substanciale dhe themi për pagat 1 milion lekë e poshtë. Për pagat 2 milion lekë ulja vazhdon është diku tek 40%. Ndërsa 2 milion e sipër fillon edhe rritet. Dhe te tabela, pra këtu është paga në lekë bruto. Këtu është ajo që paguajnë sot të gjithë ne dhe këtu është ajo që propozojmë ne sipas fashave. Po do vini re, deri në pagën 3 milion lekë të vjetra, propozimi ynë është më i vogël, pra tatohen më pak se sa sot. Me pak fjalë, ata që kanë pagën bruto 3 milion lekë të vjetra, sot paguajnë 45.100 lekë ose 450.000 lekë, me ne, me propozimin tonë do paguajnë 420.000 lekë, më pak. Kur shkon nga 3 milion në 4 milion, fillon dhe rritet, nga 680.000 do bëhet 690.000, 5 milion, 6 milion në shumë radhë, që është fasha 35%, e cila, pra, siç mund ta vëreni, barën tatimore ja kalon pagave, le të themi, nga 4 milion lekë të vjetra e sipër. Kjo është skema jonë, që pretendojmë se është një skemë për një mend progresive dhe jo vetëm do të sigurojë të ardhurat e shtetit shqiptar, por edhe do kemi mundësi ta diskutojmë edhe pas takimit se jam bërë në falje. Për ta mbyllur, tatimi mbi dividendi nga 8% që është sot ne propozojmë 15%, tatimi i korporatave, për korporata të cilat nxisin kapacitetet teknologjike dhe produktivitetin, tatimi duhet më i ulët se sa ai është sot. Taksa për investime për sektorët financiar spekulativ dhe të ndërtimit, tatimi duhet më i lartë se sa për sektorët produktiv. Dhe fundat taksa e pronës, që diçka për cilën do flas dhe Jani në pjesën e strehimit, duhet pra do rritet në mënyrë progresive për ata që kanë shtëpinë 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mirë, faleminderit për vëmendjen dhe